Tiroiditi Hashimoto është një nga çrregullimet më të shpeshta që prek gjendrën tiroide dhe kërkon vëmendje të shtuar për shkak të ndikimit në shëndetin e përgjithshëm. Mjekja endokrinologe Jona Troshani na shpjegon më qartë se si tiroiditi Hashimoto prek funksionin e gjendrës tiroide. Tiroiditi Hashimoto është një sëmundje kronike autoimune e tiroides, ku si vetë sistemi imunitar i organizmit e lufton gjendrën tiroide. Është një sëmundje që është shumë e përhapur prek të gjitha grup moshat, por është më e shpesh tek femrat. Njohja e shenjave klinike është thelbësore dhe mënyrat se si mund të ndryshohet për praninë e kësaj sëmundjeje. Sa herë që ulet prodhimi i hormoneve të tiroides, ulet metabolizmi bazal i trupit dhe pacientët mund të kenë shqetësime nga më të ndryshmet. Ato mund të ankojnë lodhje apo dobësi të thuksuar trupore, mund të kenë shtim në peshë pavarësisht se nuk ka ndryshuar regjimi ushqimor apo aktiviteti fizik i përditshëm. Pacientët femra ankojnë për cikël menstrual të shregullt, mund të kemi lëkurë të thatë, rënje të theksuar të flokëve, por edhe luhatje të vlerave të tensionit arterial apo të ritmit të zemrës. Si mund të kontrollohet ajo në jetën e përditshme? Diagnoza më saktë e tiroiditit Hashimoto është përmes kryerjes së analizave laboratorike, ku ne vlerësojmë statusin hormonal dhe kryerja e antitrupave specifik të tiroides. Përveç këtyre, është e rëndësishme që të bëhet dhe një ekografi e tiroides. Në lidhje me trajtimin, ne e trajtojmë tiroiditin Hashimoto vetëm kur kemi mungesë hormonale përmes një terapie hormonale zëvendësuese që duhet të monitorohet në mënyrë periodike me mjekun endokrinolog. Tiroiditi Hashimoto mbetet një sëmundje që kërkon vëmendje të vazhdueshme dhe ndjekje mjekësore. Rritja ndërgjegjësimi dhe kontrolli periodik janë të rëndësishëm për parandalimin e komplikacioneve dhe për menaxhimin efektiv të kësaj patologjie.